Dërmi, selam aleikum, mirë se takojmë sërish në takimin e përditshëm të muajit begat të Ramazanit në emisionin Agjërimi na edukon. Jemi pikërisht në këto takime ku mundohemi përmes tyre modestisht të kultivojmë gjithë ato vlera që Islami i ka bosh dhe i ka shtyllë të saj. Dhe pikërisht sot do të flasim për një vlerë e cila ndërthur disa elementë. Do të flasim për vizitën për hir të Allahut, e cila ndërthur në vetvete modestinë, ndërthur vllazërinë, ndërthur ndihmën ndaj të tjerëve, lutjen ndaj njëri tjetrit dhe shumë të tjera. Për të njohur me këtë temë të rëndësishme në këto minuta dhe në këto kohë të begatat të muajit Ramazanit, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që në studio të kemi hoxhën e nderuar Muharrem Ismaili. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjetëm i nderuar. Hoxh, ne do të flasim sot për vizitën për hir të Allahut dhe prezenca juaj këtu në një farë mënyrë është një vizitë për hir të Allahut, jo vetëm për ne, por edhe për gjithë teleshikuesit. Kuptohet nga emri që vizita duhet të ketë synim kënaqësinë e Zotit, është për hatër të Zotit. Sa e rëndësishme është që në vizitat tona, për hatër të Allahut, ta ruajmë këtë njet dhe sa vlerë jep ky njet këtyre vizitave. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina. Sparja ju falenderit për ftesën. Një herët edhe ju falenderoj për së dyti që na mundsuat që me këtë ftesë të shpresojmë tek Allahu dhe shpërblimet e mëdha që do t'i marrim si vizitor dhe si vëllezër që do të takojmë për hir të Allahut mes vete. S'kemi dyshim dhe mi të bindur të Allahu se e gjithë kjo punë që bëhet është për hir të Allahut, që këto emisione t'i vizitojnë vëllezërit dhe motrat tona ku do qofshin ata për hir të Allahut përsëri. Dhe në këtë vizitë për hir të Allahut Azza wa Jall, me dojmos duhet të kuptojmë se nga begatit më të mëdha që Allahu Azza wa Jall ja manifeston bijve të Ademit, veçanti ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është bashkimi i zemrave të tyre. Se para se të vim tek vizita fizike, duhet me pas një bashkim shpirtëror që është pak një nivel më të lartë. Andaj besimtar konsiderojnë njëri tjetrin si vëllezër, pra janë një ummet, janë një bashkësi dhe kanë një përkatësi në raport me njëri tjetrin. Andaj Allahu Azza wa Jall ka veçoritë dhe begatit e veta, të cilat ja përkujton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë njerëzimit, është thënia e Allahut në surën Anfal, ajeti kuranor, wa alafa baina qulubihim. Thotë dhe Allahu i bashkoi zemrat e tyre. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Sikur ti o Muhammed të shpenzoshe çdo sent që është në tokë, çdo sent që është mbi tokë, nuk do të kisha arritur që ti bashkosh zemrat e tyre. Pra nuk është bashkim material, është bashkim hynor. Material, është hynor, është shpirtëror. Është diçka që lidhet krejtësisht me një dimension tjetër, që nuk i përket atij dimensionit material që i ka kjo dunjë. Dhe kur të bashkohen zemrat tona, ky bashkim pastaj reflekton, motivon, nxit në bashkimin edhe e trupave tona, në bashkimin ton fizik, në takimet tona fizike. Andaj dietar thonë, çdo largim fizik nuk kupton se ka largim shpirtëror, që rrjedh nga një dobësi imanore. Imani i fuqishëm reflekton me zemrat e bashkuara. E zemrat e bashkuara na motivojnë dhe na nxisin që edhe trupat tona të i bashkojmë. Që sot edhe na jemi përballë njëri tjetrit dhe përballë shikuesve tuaj me bashkimin ton fizik dhe shpirtëror natyrisht. Sikur mos të ishte bashkimi jonë shpirtëror, nuk do të ndodhte edhe ky bashkim fizik. Se na vim, zaten personalisht kur ta masim vim prej 2 apo 3 shteteve. Nga Shkupi, takohemi në Prishtinë. Në Prishtinë takohemi. Edhe ai bashkim shpirtëror i yni, Prishtinë, Tiranë, Shkup, na i bën shumë të lehta këto kilometra që na ti kalojmë. Edhe këto kufire formale që na edhe të i përballojmë edhe të bëjmë durim në të, vetëm që të bashkojmë edhe fizikisht, të takojmë edhe fizikisht, po edhe të shkëmbejmë energji pozitive, shpirtërore, që rrjedh nga i bashkim shpirtëror i yni. Bashkimi fizik dhe takimi vëllezëror nuk janë vetëm një traditë dhe një moment dhe një çast që na u pamu, takuam dhe kalojmë aq. Jo, është diçka imanore, është diçka shpirtërore që ka një
reflektim të imase pozitiv që kyç këto edhe banor të qellit, këto ndërhin edhe dashuria e Allahut Azza wa Jall. Subhanallah, është me të vërtet një shpërblim dhe një takim i mrekullueshëm dhe fascinues kur na do të ndalemi të meditojmë dhe të analizojmë dhe të mundojmë të reflektojmë atë ndjenjë shpirtërore që e kemi na. Natyrisht gjithnjë mbetet elementi kryesor në këto takime që e potencuat edhe ju disa herë që tjetë për hir të Allahut, fisebilillah. Vazhdimisht ky njët duhet të jetë në vëmendje në fokus sepse mund të ndodhë që pastaj këto takime të kthehen dhe takime ndoshta dhe interesash edhe zhvendoset nga fokusi kryesor që është shpërblimi pikërisht, humb shpërblimin në ato rrethona dhe në ato momente. Andaj gjithnjë kur do të jetë takimi jon për hir të Allahut Azza wa Jall dhe të e ruajmë atë gjatë gjithë kohës, që atë gjë nuk ka të keq që të bisedojmë edhe për dunjë, nuk prish puna ja as pak. Zotë na jetojmë në dunjë dhe një pjesë e preokupimit tonë është edhe me çështjet e dunjos, por jo të jetë synimi jon kryesor. Ajo do të jetë një synim ansor, sekondar. Qëllimi i takimeve tona, qëllimi primar i takimeve tona, me dojmas do gjithnjë të jetë për hir të Allahut Azza wa Jall, edhe nëse kemi tërthorazi në takimin tonë edhe ndonjë qëllim apo një jetë tjetër që është i kësaj dunjoje fare se dëmton qëllimin kur ajo në bazë dhe në fillim është për hir të Allahut Azza wa Jall. Po fillimisht këto takime janë nisur për hatrin e Zotit, janë nisur për shpërblimet e Tij. Jo thatë se zemrat të cilat kanë iman, Zoti i ka lidhur dhe ndjejnë nevojën për të takuar, pastaj edhe trupat me njëri tjetrin për të biseduar dhe për të parë fizikisht. A do thotë kjo se e kundërta, nëse nuk ndjejmë nevojën për të bashkuar her pas here me muslimanët, për të takuar me ta, për të ndenjur afër xhamatit, do thotë kjo se kemi një varfëri shpirtërore, do thotë kjo se imani ka probleme? Padyshim është kuptimi i kundërta asaj që e tham se mos dëshira për të takuar me vëllezër, me besimtar, me njerëz në përgjithësi, për hir të Allahut Azza wa Jall rrjedh nga imani i dobët. Të mos themi nga humbja e imanit plotësisht, se njeriu është i krijuar prej Allahut Azza wa Jall si qenie shoqërore. Dhe ai ka nevojë në origjinin e tij që të takohet me njerëz, të shkëmben mendime, takime. Po ka njerëz që bën jetë individualiste, pra të tërhequr nga xhamatit, tërhequr nga besimtarët, nuk kanë vizita, nuk presin, nuk përcjellin. Kjo padyshim është si rrjedhojë e imanit të dobët, si rrjedhojë e vetpëlqimit. Ai që bën kështu zakonisht është narcisoid, është i vetpëlqyer që nuk ndjen shkëmbimin e mendimeve dhe takimeve, por edhe plotësimin e karakterit tij me takime që do t'i bën me vëllezërit e tij apo me motrat e tij, se kjo vlen për dy, atë që themi na vlen për dy gjenit, por ja që fati është që flasim dy meshkuj dhe ashtu edhe në trajtën mashkullore edhe e trajtojmë temën, por kjo vlen për dy gjenit, vizita për hir të Allahut Azza wa Jall dhe nuk njeh për kufizime të caktuara. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha italaf. Shpirtrat janë sikur ushtrit e rreshtuara, ata që njihen mes vete dhe duhen mes vete, bashkohen. Ata bashkohen. Wa ma ta'arada minha ikhtalaf. Dhe ata që nuk duhen mes vete ndahen. Një besimtar që nuk i don vëllezërit e vet, ai definitivisht ka problem me imanin e tij. Andaj shënohet në Sahihun e Muslimit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu Azza wa Jall angazhon një melaçe, e cila melaçe e përcjell një besimtar i cili është nis që të viziton një vëlla të vetën në një vend tjetër. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ajo melaçe i shkon hap pas hapi mbrapa. Derisa ajo melaçe e pyet atë njeri, ku je nis o njeri? E ai thot, unë jam nis me vizitu vllaun tim filan fshatin, apo filan vendin, më mirë thonë. E pastaj melaçja i thot, je nis se ke ndonjë takim interesi që e tham na prej më herët, ke ndonjë fitim prej tij, ndonjë
ndonjë allëzhveres që themi na, ndonjë tregti, ai thotë jo, jam nis për ta vizituar atë vllahun tim vetëm pse e dua për hir të Allahut Azza wa Jall. I thotë vetëm pse e dua për hir të Allahut Azza wa Jall. I thotë me laçja, thotë unë jam i dërguar i Allahut, jam me laçje, që Allah më ka dërguar tek ti, që ti me të përcjell. Shifeni e përcjell me laçja. Njeriu me vizitën që ja bën për hir të Allahut vllahu të vet, arrin deri në atë nivel që edhe me laçet mi shkon brapa atij njeriu. Ky është një moment shumë i rëndësishëm që na duhet ndal. Është një lloj nderimi që është një lloj nderimi, është respekt i veçantë. Shifë Allah, kur flasim na me laçet gjithë kënaqemi, dikush që na thot tani këtu është afër nesh një me laçe, më rënqethet trupi nga gëzimi dhe nga privilegji që e ndjej se në shoqërinë tonë kemi me laçe. Llogaritë tani ty me të përcjell me laçet sepse ti je një target për shembulltyr. Ti je një krijesë e thjesht, e vogël, po qëllimi është i madh, pra. Qëllimi i madh, hapat që ti i ban janë të vogla kështu, por janë shumë të mëdhaja tek banorët e qiellit. Tash ty të përcjell me laçe, e cila është me laçe e dërguar enkas për me të përcjell ty nga ana Allahut Azza wa Jall. Allahu ta ka dërguar me laçe. E tani na shembujt as pak nuk janë aty këtu, ta llogarisem tani në prezencën tonë të na ndëgjon kryeministri i një shteti se ka dërguar kryetari i shtetit të na përcjellë takimin ton vëllazëror që na sot e kemi për hir të Allahut Azza wa Jall. Është një eskort hynore, një eskort qiellore që të shoqëron. Me qenë toksore është një nder, është një respekt, një privilegj. Po, eskorta qiellore e dërguar prej Allahut Azza wa Jall, e angazhuar prej Allahut Azza wa Jall, dhe kjo eskort i paraqitet njeriu në formën e njeriu dhe i thot unë jam me laçe që Allahu më ka dërguar ty me të përcjell. Dhe ky hadith shënohet në Sahihun e Imam Muslimit, është hadithi i saktë. Këtë e ka transmetuar profeti sallallahu alajhi wasallam, si një ngjarje që ka ndodhur. Po, si ngjarje që ka ndodhur. Dhe që ndodh, por ja që dhe thot si qyshtek janë gjëra që ndoshta ndonjëherë edhe nuk ja arrim dot na edhe me i perceptuar në atë përkufizimin, në atë kuptimin ton të përkufizuar. E pastaj i thot ai besimtari, i thot jam duke shku me vizitu vllahun tim për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe i thot me laçja. Allahu më dërgoi mua që ty të dërgoj selam. Se Allahu ty të ka dashur vetëm shkaku se ti e deshte vllahun tënd për hir të Allahut Azza wa Jall. Me dashur Allahu Azza wa Jall, kjo është një dashuri pas të cilës nuk ka më mërzi, nuk ka më pikëllim, nuk ka më zhgënjim. Është një dashuri e cila me një farforme është edhe garancë dhe siguri për imanin dhe besimin ton në këtë dunjë dhe dunjën e ardhshme. Ky është dhe qëllimi i çdo besimtari në jetë, pra ky është provimi më madhor që të arrijë kënaqësinë e Zotit. E dikush po arrin këtë me një vizitë të thjeshtë, e cila për hir të Allahut Azza wa Jall. Sforca shumë të mëdha, por se arrin grada të larta. Shifa ja sot është e lehtë dhe e mundshme që besimtarët të vizitojnë dhe të takojnë mes vete, sikur kur më herët kjo s'ka qenë sikur tani. Edhe për fat keq sot po ndodh më pak se kur do herë. Më pak se kur do herë që njerëzit vizitojnë mes vete. Njerëzit shpesh herë arsyetojnë se nuk kemi kohë, jeta është dinamike. Duhet të angazhohemi pak me vetveten tonë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ka dëshirë, në hadithin saj, kush ka dëshirë, e yubsata lahu fi rizqihi, që Allahu kështu me të madhe mi dërgu ati rizq. Po, dhe kush ka dëshirë, wa an yunsa lahu fi ajalihi, e që të shtohet ymri. Kush ka dëshirë që të shtohet ymri. Shifani, kush ka dëshirë që të shtohet pasuria, e kush ka dëshirë që të shtohet ymri. Këto janë dy komponente që shumica, 99% e njerëzimit vrapojmë pas tyre. Edhe këto janë dy justifikimet që shpesh nuk i vlerësojmë takimet vllazërore, sepse themi po humbasin shumë kohë dhe po humbasim dhe punët po i lëm mbrapa. Ndërkohë hadithi thotë të kundërtën. Hadithi thotë të kundërtën. Kush ka qef, Allahu t'i jep shumë pasuri e t'i jep ymër të gjatë, thotë le të vizitohet.
Let viziton. Let viziton. Dikush e përkufizon vetëm me familje, dikush let viziton për hir të Allahut Azza wa Jall. Let viziton për hir të Allahut Azza wa Jall. Vizita për hir të Allahut ta shton pasurinë. Vizita për hir të Allahut ta shton ymrin, ta ruan edhe shnetin. Andaj nëse me të vërtet ke dëshirë dhe je njëri që e don dunjon, vizito farefisin. E do të thot dikush, po, unë për ta vizitu farefisin du të me lon punën. Jo, s'dush me lon punën. Dush një qast të ditës tonë dhe me organizu për me vizitu një vlla tonën. E pastaj prite riskon që të vjen prej Allahut Azza wa Jall. Se risku na jemi të bindur dhe kemi pjesë të imanit tonë se na vjen prej Allahut Azza wa Jall. Ai e dërgon riskun. Dhe ai cili mban të freskëta lidhjet vëllezërore, lidhjet farefisnore, ati njeriu Allahu ja shton riskun, ja shton bereqetin. Dhe ati njeriu Allahu ja shton ymrin. Dhe është e dëshmuar në historinë e njerëzimit. Njerëzit që kanë vizitu farefisin janë njerëz që Allahu dhe janë vizitu me të tjerët për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kanë pranuar vizitor dhe kanë shku kanë vizitu të tjerë. Do të jetë dy nivele, se dikush ka qenë vetëm me i shku. Pjesë e dashurisë vëllezërore është edhe ti më shku dikujt me vizitu. Sikur ke qef me tar mysafir, dush edhe ti me shku dikujt mysafir edhe ti me gëzuat. Është shumë e rëndësishme me kuptu këtë dimenzion dhe këtë nivel që ndonjëherë ndoshta edhe në ligjërimet tona na hiksin nuancë. Shumë e rëndësishme në respektimin reciprok që duhet të pas dy vizitorët apo dy vëllezërit që vizitojnë për hir të Allahut Azza wa Jall. Vizita për hir të Allahut Azza wa Jall nuk kupton të vizitosh dikë dhe të viziton dikush. Jo vetëm ti konkret që më ul të shtëpia dhe më thon e janë tani që të gjithë mua të më vizitoni, se kjo ndonjëherë mund të shndrohet në mendjemadhësi e jo në modesti. Që si neons ndonjëherë neve na hik që na gëzohemi se na vizitojnë vëllezërit tonë për hir të Allahut apo falefisi, harrojmë që pjesë gjitha këtyre premtime është që edhe na të tjerë të shkojmë të i vizitojmë her pas. Ne thamë që duhet të ruhet vazhdimisht njeti i pastër për hatër të Zotit, se kur e kesh për hatër të Zotit, pastaj edhe modest. I shkon edhe atij që është i pasur, po i shkon edhe atij që është i varfër. I shkon atij që ka pozit, po i shkon edhe atij që nuk ka pozit. Dhe pikërisht duke qenë se ne mbi të gjitha shembujt tonë marrim nga brezat e parë. Ata kanë qenë më të mirë edhe në fe, po kanë qenë edhe në raportet mes njëri tjetrit. A mund të na sillni disa shembuj se si të parët tanë kanë jetësuar këtë virtyt të madh, pra takimin për hatër të Zotit? Ajo që më fascinoi duke shtjellu këtë tematik ishte ndodhia e vizitës Ebu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhu më njëherë pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ummu Ayman el-Habashiyya. Ummu Ayman, nona e Aymanit abesinase. Ka qenë robresh, ka qenë Etiopisë, dhe dihet se ata janë në ngjyrë pak më të zi se sa arabët që i njohmi në ngjyrë, dhe zakonisht kjo kategori e shoqërisë në kohën e ignorancës kanë qenë shumica arabër të robërum. Ndron njëjtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shkon tek Allahu Azza wa Jall. Ebu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhu. Ebu Bekri iniciativën e parë që e bën është që të shkon të viziton Ummu Ayman. Dhe i thot Omerit radhiyallahu anhu, apo vjen me mu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas traditë që Ummu Ayman me vizitu. Shifeni, një grua plak e moshuar, e kategorisë së tretë dhe të katërt me standardet e xhahiletit. Me standardet e xhahiletit, ajo askund s'ka qenë me standardet e xhahiletit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pas traditë që me shku me vizitu këtë gru shpesh herë, saqë ka qenë e njohur dhe e ditur nga njerëzit e afërt të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam insistimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në vizitat e tija të kjo grua. Pejgamberi Allahut, kryetari i shtetit, njeri që do thotë ka diplomaci në nivel, shumë imam, 5 kohë namaz, ndonjëherë edhe për ne vallxhallar ndonjëherë se na thënë valla na imam jemi na për xhamia të angazhuar me xhamat. Dorën zemër, askush prej nesh s'është më i angazhuar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sinqerisht. Por ai kur ka pas mundësi me gjetë kohë, me vizitu edhe Ummu Ayman, ka shumë të tjerë sikur ajo që i ka vizitu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
Dhe Ebu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhu shkojnë dhe vizitojnë Ummu Ejmen radhiyallahu anha, hinë të shtëpia e saj. Ebu Bekri tani është kryetari i shtetit, kurse Omeri radhiyallahu anhu zëvendës kryetare ose ndër njerëzit më të afërt të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe në takimin e parë që ajo e shef Ebu Bekrin dhe Omerin fillon me qaja. Fillon me qaja, e kupton se këto kanë me vazhdu një punë të mirë që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ka dalë këtu duhet të ndalëm. Këtu duhet të ndalëm mina. Pa pak punë të mira ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I përgëzuar me xhennet, gjithkohës lexonte Kur'an, thirrte në Islam. Edhe kjo i nevojiteshte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot pjesë të fontit ti ditor kishte edhe vizitat e caktuara që u bënte njerëzve të caktuar, edhe shumë besimtarve tjerë, saqë edhe jahuditi vizitonte kur së mureshin. Dhe ajo vizita e tij ishte shkak që në djaloshin i cili ishte në shtratin e vdekjes, që baba i tij t'i thot djalit të vet se kur e thiri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Islam, i tha baba e tij djaloshit, i tha ete e Balkasim. Tha respektoj Ebul Kasimin. Pse ai erdhi me vizitu në momentet në çastet më të rënda shëndetësore që i kishte djali i tij. Dhe ardha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte përkraje morale dhe shpirtërore edhe për atë jehudin. Që ta bën me dije se vizita nuk ka kur një farë përkufizimi ideologjik, fetar, kombëtar apo racor. Jo fare. Kjo i kalon gjitha këto barjera dhe gjitha këto standarde që fatkeqësisht donjëherë na instalojmë. Në momentin që ti mendon se ka hajër, ka dobi, ka sevap tek Zoti, e viziton dhe atë që nuk është musliman, nuk është në fen tënde, po mendon që përmes kësaj vizite do t'ja lehtësosh dhimbjen, ja lehtëson dhimbjen, e ndihmon për Ky është veprim fisnik, kjo është problem te Zoti, edhe nëse se pranon ai Islami. Spaku ja hek një breng. Dua të ndalem te Ummu Ejmen, që ajo fillon me çaj dhe këto i thënë mos çaj se pejgamberi Allahut ka shku dikon më mirë se këto. Ai thotë jo, nuk po çaj se unë e di thot se ka shku dikon më mirë se këto, tek Allah azza ka shkuar. Po çaj se u ndërprej më shpallja vahje. Kur hyra me analizu historikun e Ummu Ejmen, hasa se në atë se gjyshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pas robresh. Atë robresh ja ka dhuru Abdullahut, babës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj Ummu Ejmen ka qenë ajo e cila është për kujdes për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë ai më i vogël. I thënë hadhina në gjuhën arabe, që në gjuhën e sotit i thënë përgdhelese. Në për kopshtet, në për çerdhet parashkollore ka përgdhelese. Andaj Ummu Ejmen njihet si përgdhelesja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra e ka përgdhelë dhe është për kujdes për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur ai ka qenë një foshnjë. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e trashëgon Ummu Ejmen, se me trashëgimi pastaj i takon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e liron nga robëria Ummu Ejmen dhe ajo bëhet një gru e lirë, një besimtare e lirë, pastaj e cila edhe formon familjen e vet. Por megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ndalet deri në vdekjen e tij duke e vizituar Ummu Ejmen radhiyallahu anha. Gjithkohës e ka vizitu. Kjo na bjen neve me kuptu se na që jemi me këto tradita tona që jetojmë dhe rritemi së bashku me nuset e migjes, me nuset e dajës, me hallat, me tezet, sa përgjithësi kemi jashtë asoj nianse familjare, por gjitha ato neve na kanë bartë si foshën na për dorë. Pra të përkujdesi që ne kanë bërë kur kemi qenë të vegjël, tani duhet të akthejmë me vizitë. Akthejmë shumë fish. Pasuria më e madhe atyre që mundet të dhurohet dhe kujdesi më i rëndësishëm që mundemi të reflektojmë atyre është duke i vizitu tani. Duke i vizitu. A disa dhimbje e madhe është për një nuset migjes e cila është për kujdes për djalin e kunatit, për mua, për ty e për atë e për këtë, që na kur të rritemi, t'i arrojmë krejtësish ata, apo për nuset dajes. Na i kemi traditat tona, na kemi shku të daja, me migjovicat e mirit, me një shpi. Të kthehemi në traditën tonë, cila ka qenë për sheku shtu dhe shumë të thjeshtë. Është traditë e ndërtuar mbi Islam. S'duhet me shpiku i në nxehtë. Dihet u i nxehtë. Këtu s'duhet me shpiku me diçka. Na vizitën vëllazërore, vizitat familjare, i kemi pjesë përbërëse të kulturës tonë.
edhe të traditës tonë. E kemi shumë letë vetëm me një modifikim njëtor, kushtimisht tonë. Vetëm njëtin duke ruajt dhe mbrojt, duke u kujdes që tjetë për hirtë Allahut Azza wa Jall dhe ta vazhdojmë atë që kemi pas dhe alhamdulillah kemi shpërblimet e kemi shumë të mëdha. Kjo temë do donte orë të tëra për të ezauruar pasi është e nevojshme dhe është shumë e dobishme. Duke qenë se jemi në minutat e fundit dhe jemi në muajin e Ramazanit, si ta shfrytëzojmë këtë muaj, si ta shfrytëzojmë, po themi, këtë ritëm që Ramazani disi na e ndryshon dhe na e përmirëson për ta forcuar më tepër këtë virtyt, pra takimet për hatër Zotit. Si ta shfrytëzojmë Ramazanin këtë ditë? Vetë stina e Ramazanit dhe vetë udhëzimet profetike për Ramazanin janë kolektive. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu, shifa, aftiru, janë në formën e shumësit. Agjeroni së bashku, gjithë jo, kur të shifni hanën e re, hanën e Ramazanit. Dhe qelni iftar së bashku. Ramazani është, muaji i Ramazanit është një stin e adhurimeve kolektive. Namazi taravis nuk mundet vetë mu falë, sikur namazet fars. Namazi taravis është namaz nafile, por du të mu falë kolektiv, du të mu falë bashkë me xhamat. E kemi dhe agjerimin dhe fillimin e agjerimit, na mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të fillojmë së bashku. Edhe nëse kemi ndonjëherë, me thonë kushtimisht si disa besimtarë që ndonjëherë edhe i keqkuptojnë ijtihadet e veta dhe konkluzat e veta që i sjellin dhe ndan nga shumica në agjerim. Jo, s'ban. Agjerimin duhet me fillu gjithna së bashku dhe duhet të qelim iftarin gjithë së bashku dhe duhet të gëzojmë ditën e Bajramit gjithë së bashku. Pra agjerimi është vetvetiut një adhurim kolektiv. Dhe vetvetiut na mëson që pjesë e kolektivit nuk mundet të jesh vetëm te, me Ilirin së bashku, me Hasanin, me Huseinin, me vllaun, me babën, me nanën, me migjen, me kushërit, me xhamatin e xhamis, me hoxhën, me kolekt, dhe shumë let e kemi në formë të natyrshme që na brenda muajit bekuar të Ramazanit të izbatojmë këto vizita vëllezërore, familjare, farefisnore, çfarë do qofshin. Në Ramazan nxitemi që të shtrojmë iftar. Pra kjo është bukuria e Islamit. Që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na bën me dije se brenda një pune të mirë, një adhurimi të mirë, mund të bashkojmë shumë niyete. Për shembull, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush ja ofron një iftar një agjeruesit, e fiton shpërblimin e agjerimit të tij duke mos ju paksuar as pak shpërblimi i agjerimit të tij. Kjo është verifikim për s'diti që duke mos ju paksuar as pak shpërblimi i agjerimit të tij. Që brenda kësaj me pas qëllimin edhe të vizitës vëllezërore apo familjare, që me fitu edhe as shpërblim. Që brenda asaj me pas nijet edhe respektimin e më të madhet, nëse është më i madh. Por ka mundësi me pas njet edhe mëshirimin e më të voglit, që me tregu na mëshirë ndaj më të riut, më të voglit. Aty mundemi me pas njet edhe rehabilitimin e dikujt që është izoluar në jetën e tij. Por me pas njet edhe që dikujt me çelin na syt, sidomos nëse ka qenë i sëmur, apo ka pas një goditje, një sprov, themi na edhe iftar do të jap, edhe të ta vizitoj, po edhe ndoshta po ja hekin ai mërzi, po ja largojnë ai breng, spakun gjatë atij çastit që do të qëndrojmë na së bashku. Apo dhe dikën që ndoshta mund të afrojmë më tepër me adhurimet, me ibadetet. Allah shpërblet për plotësimin. Se me këtë edhe dikën që ndoshta kemi pas ndoshta ndonjë fërkem apo ndonjë keqkuptim, apo ai vetvetiut është tërheq me këtë iftar, me këtë takim, me këtë vizitë edhe e afrojmë. Por edhe kemi qëllim edhe me fitu shpërblimit e lutjeve të tija, sa i do të lutet me do e mos, se kultura islama është që neve na mëson, që s'paku t'i themi një maj lafi, o Zoti shpërbleve vlla, që më thire, që më derove, kështu me radhë, që janë apo shprehjet tona, elhamdulillah islame dhe kombëtare edhe që i kemi në këto troje. Pra kjo është një laramanie shumë nijeteve, brenda një adhurimi që me një adhurim
caktum me vizitën vëllezërore me i fitu gjitha këto. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ata që vizitojnë mes vetën në fund të hadithit, yaghbituhumul anbiya. Vëllezërve që vizitojnë për hir të Allahut, edhe pejgamberët u kanë lakmi. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është prej adhurimeve të ralla që përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që edhe pejgamberët na i kanë lakmi neve bive të Ademit apo umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është një veçori e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që këtë veprim të mirë dhe këtë adhurim vizitën vëllezërore apo familjare që më na e pas lakmi edhe pejgamberët. Pejgamberët kanë qenë njerëzit më dashur dhe më dalluar në mesin e njerëzimit, megjithatë ata neve në këtë pikë na kanë lakmi. Pra është gradë e lartë, edhe pse duket veprim shumë i thjeshtë që nuk kërkon ndonjë nivel të caktuar. O vlla, jam shumë i thjeshtë. Kall dhe kerin 5 kilometra, 2 kilometra, 1 kilometër, holo e pin një kafe, një vizitë, si e vlla e mirë, si kalove, si e ke hallën, si e ke dertë, dy llafe, dy mohabete për hir të Zotit, a gjithkohës me ty me laçe vjen brapa. Edhe merr kënaqësinë vet, sepse është kënaqësi e tillë, por se merr dhe shpërblime dhe sevape të mëdha. Por Zoti shpërbleft për këto fjalë, Zoti shpërbleft për shembujt që solle, për këshillat e juaja. Ju një farë mënyrë na vizituat këtu përmes nesh vizituat edhe shumë nga spektatorët tanë. Tani pritni kur një pjesë prej tyre të vinë ju vim për vizitë. Bëjron me senatin. Se shumë shkurt ishte vallai. Unë se di kur e fillum, kur e mbaruam vizitën, ama na do vazhdojmë të bisedojmë inshallah. Zoti shpërbleft. Dërmiq, këtu e mbyllim dhe këtë takim të sotëm, folëm për vizitën për hatër të Zotit, e cila është një vepër e thjeshtë, por se ashtu siç tha dhe Hoxha, është një vepër që edhe profetët e lakmojnë dhe profetët e xhelozojnë për këtë vizitë, e cila është vetëm për hatër të Zotit. Është një vepër e cila e shton riskun, siç tha Hoxha përmes hadithit, e shton ymrin, e shton jetën, sill begati në jetën e kësaj bote, sill begati dhe në botën tjetër. Kështu që mos neglizhojmë çdo mundësi për takuar çdo kënd në të cilën ka shpërblim dhe është hatri i Zotit. Unë ju falenderoj për vëmendjen e timi se nesër me një tjetër temë, me një tjetër të ftuar, deri atëherë kalosh sa mirë.